Qyshe krahason 89-shin edhe 88-shin? Çka ka ndodhur? Cili është dallimi? Dallimi thelbësor është ndoshta edhe në parullë, kujtohet që parulla kryesore vitin 1981 ka qenë Republikë, Kushtetut, jam e hatër, jam e luftë. Parulla kryesore në 1988 ka qenë krejt Kosova ka votu, Kushtetutë mos me ndru. Domthonë njëherë mendonim që Kushtetuta vitit 74 nuk i përmbush të gjitha, që objektivisht nuk i kanë përmbush gjitha kërkesat tona, vullnetin politik të shqiptarët të Kosovës, por pastaj e kuptuam si popull politik mund ta them që duhet ta mbajmë statusin që kishim në vitin 1974 nëse duam të avancojmë më tej në ato periudhat e turbullta që vinin. Ne e dinim që po vinë periudhat e turbullta në Jugosllavi, nuk e dinim që do të shembet muri Berlinit, që do të shkatërrohet lufta afto, që do ndodhë një lëvizje tektonike epokale. Por megjithatë ishim të detyruar të hyjmë në histori para popujve të tjerë, që është interesant për popullin shqiptar të Kosovës. Kështu që ky është mendoj dallimi kryesor midis vitit 81-88, po përndryshe në historia nuk njeh pendim. Domethënë ka ndodhur një ngjarje që tash nuk mund të pendohesh, ka ndodhur gjithë ato zhvillime politike dhe historike në Kosovë, dhe ne arritëm aty ku u dasht në vitin 88 ta mbrojmë me të gjitha mjetet Kushtetutën në vitin 1974. Është interesant që ty të gjen në kjo val historike, ekziston një histori familjare shumë interesante të ti. Gjyshi yt ka qenë i trajnuar për parashutist, për me zbrit në Shqipëri, për të luftu kundër Enver Hoxhës. Në atë grupin e parë të cilën e ka trajnuar baba e ka iniciuar si projekt, baba i Frank Wisnerit, të cilën pastaj miku ton, pastaj me të cilën do të bashkëpunojmë shumë. Baba yt lind në Shqipëri si emigrant, bile maj men si redaktor në Sport në Rilindje, edhe në atë kohë u ringjall kjo në mediat serbe se ka shumë emigrant nga Shqipëria, dhe mesin e tyre ishte edhe baba i Tali Shala, redaktori i madh i sportit. Edhe tjetër gjenerata e tretë e cila i hyn në një valë krejtësisht tjetër, të lindjes së popullit politik. Po është vërtet, do thotë gjyshi im ka qenë pjesë e përpjekjeve këtu në Kosovë së pari, ka qenë pjesë e ndeshjes atëherë kur u themelu në vitin 44-45, ka qenë në luftën e Drenicës kur shplagos rënd. Pastaj ka emigruar në Greqi dhe prej Greqisë kanë filluar trajnimet në Itali dhe në Greqi, ka qenë formalisht i rekrutuar nga CIA atëherë në vitin 1950 dhe në mesin e atyre parashutistëve të parë që disa herë ka zbritur në Shqipëri, me atë idenë që e dim së bashku që Shqipëria është pjesa më e dobët e zinxhirit të madh komunist dhe mund të ndryshohet sistemi komunist në Shqipëri. Kjo u thellua edhe më shumë pas ndryshimit të zhvillimeve në Jugosllavi, ku Jugosllavia megjithatë kaloi nga kampi komunist në një kamp të vetin dhe u krijuan një përshtypje që ndoshta mund të lidhet edhe Shqipëria me Jugosllavinë dhe gjyshi ishte pjesë e këtyre përpjekjeve, fatkeqësisht është vrarë në Shqipëri në vitin 1952, e ka marrë dosjen e tij se e kishte ruajtur edhe kishte krijuar sigurimin e shtetit shumë interesante, ku në mënyrë mjaft teknike dhe faktike përshkruhet, do të thotë nuk ka aty ideologji në ato dosje, që është një përshtypje shumë interesante. Pastaj babai ka linë Shqipëni, se ka qenë faktikisht gjyshi atje emigrant në vitin 1936. Ata janë kthyer në Jugosllavi në Jugosllavi, apo janë kthyer në Kosovën e faktikisht vitit 41, një Shqipëni të madhe dhe janë zhvilluar pastaj si familje, me gjitha hjekat, me gjitha probleme se gjitha familjet tjera, na është konfiskuar këtë pasuria pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Por jeta e kishte këtë logjik, do të thotë edhe në fund mendoj që nëse mund ta them ashtu, kam pse krenohen për familje, po edhe përgjithësi si shoqëri kemi bërë punë tepër të mëdha në vitet e pasutës, veç pas vitit 1974, kemi mbijetuar në një periudhë, faktikisht arritja më e madhe, nëse mund të them kështu, programi më i suksesshëm politikisht shqiptarëve të Kosovës ka qenë mbijetesa. Po, nëse deshta këtë më e madhe si metaforë, sepse shekulli 20 i ka përplas shqiptarët e Kosovës andaj këndej, por në vitin 1988, siç thotë, lind populli politik, i cili është produkt i Universitetit Prishtinës, televizionit, rilindjes. Domethënë, ideja e mbehësisë së Kosovës krijohet më herët me autonominë e saj.
Po, është periudhë që unë shpesh e quaj periudha e iluminizmit komunist. Se ajo është një iluminizëm, po një rilindje kombëtare në Kosovë, fillon 68-ën, merr krah 71-shin edhe kjo është periudha e artë e Kosovës, 71-81, ku poshtë që krijohet një mendësi e re, krijohet një botë kuptimi i ri politik dhe historik i Kosovës, na kujtohet e dyve që ta zëm lidhja Prizrenit të shpestu më me bujë në Kosovë 1978 se sa në Shqipëri. Do të edhe kanë marrë pjesë edhe nëse s'gaboj Dušan Ristiqi ka pas fjalë me atë rast, do të thotë. Kështu që krijohet pastaj infrastruktura lulëzance. Ne e dimë çfarë Kosovë kemi trashëguar dhe ta zona Prishtina ka qenë në një gjendje shumë të keqe deri në periudhën kur Nazmi Mustafa bëhet kryetari i komunës, Nazmi Mustafa që është aminjoti i gjeneratës tjetër. Dhe pra krijohet ai ambienti, si e the ti, që ne të lulëzojmë si shoqëri, të krijojmë një mendësi tonën, e cila ishte një armë shumë e fortë veç mas pas të Altenishit, kur u dash me u përballë me një propagandë tepër të rrezikshme nga ana Serbisë, nga ana e Jugosllavisë, po veç mas Serbia thonte që universiteti është burimi i ridentes. Qerdha e ridentes, do të thotë, edhe sepse ja thonin që është vërtet kemi pas 35.000-40.000 studentë në atë kohë, po ky kapërcimi i madh ishte me vërtet jetik për përballjen e vitit 81, për krijimin e popullit politik të 88, po edhe për rezistencën paqësore që do të krijohet për 89-90. Pa këtë iluminizëm komunist, unë nuk besoj që do të ishim gjendje, as ta kuptojmë çka është historia politike, as të rreshtohemi si duhet, se fitoria jon din në momentin e rreshtimit të duhur në vitin 89-90. Pa të rreshtim, ne nuk do të ishim askund. Në zë vitin 1988, protestat, dhe në ato protestat lindjes popullit politik gjendemi në pozicion defanziv. Pra ne po e mbrojmë autonominë e Kosovës, minatorët nisën prej Trepshës në Prishtinë, fillon marshi i madh i cili e mobilizon komplet, e ndron Kosovën, ajo javë ka ndru Kosovën krejtësisht, por ndodh me simbole të cilat janë defanzive dhe janë së shpejti pohumit, do të thonë ne jemi ngritë si popull për ta mbrojtë Kosovën me fotografinë e Titos, edhe me flamur jugoslavnese, ka pas flamur shqiptar gjithmonë, prej vitit 1968 e tutje. Pra është një paradoks në vete, apo jo? Po, është paradoks në vete, megjithëse edhe unë e dim që në ato rrethana nuk ka pas ikonografi tjetër që do të mund të shërbente për me pas tubime me qindra mija veta. Ne mendoj që në vitin 88 në nëntor janë tubuar afër 500.000 vetë në Prishtinë, që është e pa imagjinueshme sot. Për çka do të qotë, për koncerte të Rita Orës e Dua Lipës dhja mund të tubohen 500.000 vetë, atëri një vullnetarisht ka necur, deri dita fundit ishte me borë nëse s'gaboj, domethënë ka necur këmbë, se ndoshta sot nuk e din njerëzit që ne atëherë kanë necur këmbë njerëzit që të vinë në Prishtinë. Dhe ikonografia vetme e lejueshme në atë kohë për shqiptarët e Kosovës ka qenë kjo që ishte në vdekje sipër në Jugosllavi. Kjo është shumë e vërtetë.